Përveç kësaj reformoi rrënjësisht ushtrinë. Këmbësoria e lehtë, peltastët, të cilët kishin detyrë të lëshonin heshta e shigjeta. Mëtej u përdorën i paspët të servitur me metodën greke të këmbësorisë, pajisur me shpatën xifos, mburojën oplën dhe heshtën dhori. Mjeshtra në luftim nga afër. Filipi kushtoi rëndësi të veçantë kalorësisë me ushtarë të përzgjedhur nga elita. Ata do të kishin kuajt dhe pajisjet më të mira. Mbanin një heshtë të gjatë që quhej ksiston, një parzmore bronzi dhe helmet beotike, por nuk mbanin buroj dhe kjo me arsye. Një kopis ose xifos do të përdori kur të thyej heshta në luftim nga afër. Ata i rinin pranë Filipit edhe jashtë betejë duke u kthyer në gardën e tij personale, nga marrin dhe emrin hetairoi, që do të thotë shoqërues. Ishin miqt më besnik të mbretit. Por revolucioni i vërtet erdhi me krijimin e sarisës. Një heshtë 5 deri në 7 metra, shumë herë më e gjatë se sibina apo dhori. Ata që do të stërviteshin me këtë, u quajtën pezhetarioj ose falangit. Këta pajiseshin me një mburoj të vogël, si dhe një shpatë. Gjithë armatura e një falangiti peshonte 18 kg, që është rreth 4.5 kg më pak se e një hopliti mesatar grek. Në ndihmoni të shpërndajmë historinë e Shqipërisë. Bëuni kryeplaku i Fisit dhe ngrini zërin tuaj në Patreon.